zbulohet fotoja ekskluzive e njeriut që hyri me armë në dorë në ambientet e zyrës së Partisë Social-Demokrate të Shqipërisë në zonën e Alidemit në Tiranë. Gazetari Ora News Elton Gjyno ka siguruar foton, ku duket qartë personi shpallur në kërkim, Arjan Talhellari, i cili shfaqet me një automatik të zi në duar. Autori mban të veshur një kapele dhe bluzë të bardhë, ndërsa në duar duket qartë që mban një automatik Scorpions të zi. Personi tashmë është shpallur në kërkim së bashku me djalin e tij, Lorenzo Talhellari. Shkaki i konfliktit mësohet se është bërë Lorenzi me një person tjetër, ku si motiv, sipas burimeve të policisë, ishte sherrri për bastet sportive. Në ndihmë të djalit ka shkuar babai i tij Arjani, i cili është shfaqur me një armë në dorë që në dukje shihet si automatik Scorpions. Arjan Talhellari nuk ka mundur të bëjqitje pasi në përpjekje për të realizuar një veprim të tillë, i kanë rënë klumbat në tokë. Mëtej policia sqaron se gjatë pëqyrjes së vendit të ngjarjes është konstatuar i dëmtuar, dyshohet me sende të forta, xhami i zyrës së subjektit elektoral. Sipas policisë, nga këqyrja e vendit të ngjarjes janë gjetur 2 fishek.